Orët kalojnë dhe jemi gati të shkojmë në gjysmëfinalen e cila do të mbahet nesër mbrëma. Të gjithë janë të kuriozuar dhe me ankth për të mësuar dy banorët e tjerë që do t'i shtojnë finales, ku pjesë e saj tashmë janë Rozana dhe Laerti. Gjesti është emri pa diskutueshëm, është dhe fitues. Nga ana tjetër, gara është shumë e fortë midis vajzave, midis grave, pasi për mua janë ato që e kanë bërë këtë Big Brother me të gjithë lojën, dinamikën dhe fortësinë që kanë treguar. Është një garë e fortë midis tre emrave për mua, ose më saktë midis dy emrave më të fortë, midis Gertës dhe Eglit. Por për mua në finale do të shkojë Gerta. Do të shkojë Gerta për lojtaren e fortë, për gruan e cila ka përballuar çdo lloj sulmi, çdo lloj provokimi dhe pse ka pasur disa gabime gjatë rrugtimit të saj. Nga ana tjetër them Gertën, pasi e kam parë si lojtare të vetme, pa pasur aleanca, pa pasur intriga, ka qenë drejt për drejt, ka zbuluar çdo plan dhe çdo lojë që është bërë brenda asaj shtëpie. Ka treguar që edhe kur një grua është nën, nuk do thotë që ta harroj veten. Ajo ka shfaqur veten në të gjithë ngjyrat e saj. Thonë që ka qenë e ftohtë, por e tillë ka qenë ajo. Ka qenë ngrohtë kur është dashur me personat që i ka besuar dhe i kanë qëndruar realisht pranë, siç ka qenë raporti i saj me Gjestin. Më pëlqen Gerta edhe për një fakt tjetër, që nuk ka nguruar, që të shfaqet le të themi e lirshme duke kërcyer apo duke pasur edhe një stil veshje le të themi vajzërore, edhe pse është një grua edhe një nën. Kjo do thotë që ajo e respekton dhe e do veten. Ky është një mesazh që për mua ajo ka dhënë shumë bukur, ndër të vetmet banorë në atë shtëpi që ka dhënë një mesazh të mirë sa i takon grave femrave. Nga ana tjetër, duke qëndruar tek emri e Eglit, të gjithë duan që edhe ajo të jetë pjesë e finales për të gjithë shpirtin që i ka dhënë këtij Big Brotheri, për të gjithë dramacitetin apo edhe për të gjithë le të themi impaktin që ka dhënë ajo në raport me Gjestin. Është pa diskutim telenovela e tyre, ajo që e ka bërë këtë Big Brother më të zhurmshëm, më të komentuar dhe që e ka mbajtur të bërthyer audiencën. Çfarë i takon, duhet ja japim Eglit. Nga ana tjetër është një kuti emergjence që nuk është thyer dhe të gjithë aty kemi kuriozitetin. Po flitet se ajo kuti do të thyet nesër mbrëma nga Egli, pasi një banor ka të drejtë të thyejë një kuti dhe Gjesti e ka bërë thyrjen e kutisë së emergjencës disa kohë më parë. A do të jetë pikërisht kjo kuti që do të çojë Eglin në finale? Pikpyetjet janë të shumta, por edhe dëshira e të gjithëve për ta parë Eglin në finale është e madhe. Një finale pa Eglin ndoshta do të ishte, le të themi, jo shumë e bujshme dhe jo shumë e zhurmshme në rrjetet sociale për dinamikat që ajo i jep. E nëse Egli do ta thyejë atë kuti emergjence dhe do të marrë unazën e martesës, ku Gjesi do t'i propozoj për të pasur edhe le të themi një lloj celebrime apo edhe një lloj dasme e munguar brenda shtëpisë, ndoshta do të jetë edhe shtysa dhe bileta, le të themi, apo dhurata për të shkuar në finale. Do ta shikojmë nesër mbrëma se çfarë do të ndodhë. Nga ana tjetër, duke mbetur tek raporti i Gjesit dhe Eglit, shumë është komentuar edhe futja e Olcit. Për mua, e kam çelësuar si një anë pozitive pasi tregoi që Egli është mirënjohës dhe ka dhënë në raportin e tyre mbështetje dhe ka qëndruar le të themi korrekte. Por ajo çfarë nuk më pëlqeu, tani pas kur e kam menduar dhe kam logjikuar fort, besoj që produksioni ja bëri me kast Eglit, pasi para se të shpallte finalisti i dytë Laerti, ajo dhe Gjesti thanë që ne do të largohemi nga ky format pasi po shikojmë padrejtësi. Dhe çfarë bëri produksioni? I solli Olcin për t'i treguar Eglit, por edhe të gjithë atyre që dyshojnë tek produksioni që forca e tyre dhe imagjinata e tyre për të shkaktuar dinamika është aq e madhe sa askush nuk e pret. Ndaj dhe Olci ishte në prajmin e së martës. Nëse Egli tu tregonte më e ftohtë, do të fitonte ndoshta edhe më shumë pikë, pasi kur Olci hapi krahat, ajo e përqafoi, pasi ishte Egli ajo që i tha që këtë përqafim apo këtë lloj shprehje të minjoje ti mund ta kishe dhënë 2 vite, pasi ata kanë 2 vite që janë ndarë dhe nuk kanë pasur asnjë lloj komunikimi. Dhe nga ana tjetër, Gjesti mbrëm ka kërkuar të ketë një lloj le të themi romance apo dhe një lloj le të themi afirmiteti me Eglin. Por ka disa kontradikta Gjesti, pasi ai thotë që unë nuk jam romantik, ndërsa mbrëm i tha unë kam qef skemat dhe filmat. Nga ana tjetër është po ai Gjest që ka thonë unë i dua femrat e egra, por nga ana tjetër mbrëm i tha ku përfol kështu egër nuk po do Egli. Po Gjesti i tha Eglit që ajo është vajza që e kupton atë dhe e bën që të ndjehet mirë.
Kurse mbrëm, i tha ti Egli mua nuk po më kupton. Po Gjesti, i tha që unë nuk jam ky dhe jashtë, ndërsa mbrëm, i tha ky jam dhe unë jashtë. Pra kemi një lloj gjest që nuk është i qëndrueshëm në raportin e tij me Eglit dhe këtë i kemi komentuar të gjithë. Nga ana tjetër, ai ka treguar disa herë që ka qejf që të luaj dhe i jep një lloj adrenaline kjo, por mbrëmi tha unë nuk po të lus. Por për të shtuar, pasi ka pasur një lloj debate dhe një lloj dialogu, le të themi të çuditshëm midis tyre mbrëm, kur Gjesti tha që unë ndoshta jam dhe frikacak jashtë. Por mbrëm i tha që unë nuk jam, je ti frikacake pasi nuk po pranon që të bësh një lojë me mua dhe në këto ditët që jam. Shumë herë i ka thënë që unë nuk kam ndjenja o vlla, por ditët e fundit i kam thënë që kam ndjenja. Pak a shumë edhe në rrjetet sociale Egli le të themi po përkrahet paksa për qëndrimin e pakët që po mban nuk po mbajnë një qëndrim të fortë pasi ajo fut në atë shtëpi për të ruajtur dinjitetin, por ditët e fundit i kemi parë duke u futur në shtrat. Ndoshta kjo është edhe një pikë pse shumë persona nuk e shikojnë Eglin pjesë të finales pasi ka luajtur me këtë kartën e viktimizimit, me këtë kartën për të pasur kryesisht një raport të ngushtë apo edhe një lidhje me Gjestin. Ai sa edhe Xheneta edhe pse është në Suedi nuk e ka lënë pa hedhur një kunj mbi këtë situatë. Aja ka postuar pikërisht këtë video që unë komentova, ku ishte mbrëm në sauna, Gjesti dhe Egli, duke thënë që është e çuditshme se si fermat e sotme luten për një puthje, pasi ka qenë Egli ai që i ka thënë që unë kam parë afrimitetin që ti ke pasur, duke referuar raportit e tij me Xhenetën, që ai e ka puthur non stop atë, ndërsa me Eglin puthjet e pakta që i ka bërë larg syrit të kamerës dhe pikërisht këtë gjë Egli nuk e ka pranuar pasi raportin që ka dashur apo tenton që të ketë me Gjestin kërkon që ta ketë përpara kamerave dhe jo poshtë organit. E në këtë pikë Egli ndoshta ka të drejtë dhe Gjesti ka gabuar, por ai ka treguar që nga kjo lidhja e merr një lloj adrenaline dhe shtyn për të bërë dhe le të themi filma apo edhe skena brenda lojës. E për ta mbyllur, të gjithë shpresat për dhe çudia më e madhe do të zbulohet me atë kuti të emergjencës që me sa duket do të jetë një emergjencë shpëtimi dhe do ta dërgoj Egli Takon në finalen e madhe të 19 prillit.